catch-22, është shprehja angleze që tregon që ti lëvizjet e tua që ti mund të bësh opsionale nuk t'japin asnjëherë zgjidhje, nuk të ofrojnë zgjidhjes, por gjithmonë të zhysin në thellë dhe të mbajnë tek ai rrethi vicioz që ti në fund fare të ekspozojnë dobësinë tate dhe nuk mund të marrësh mbrapsht një feedback që të realizuar. Kjo i referohet jo vetëm marrëdhënies midis zëvendës kryeministres dhe kryeministrit, por dhe vendimarrjes përbashkët. Një pjesë e nënshkruar me firma, një pjesë e pa nënshkruar me firma. Po, patjetër, te kjo pjesë do të ditë që ky catch-22 mund ta shohim në tre aspekte, edhe në aspektin juridik, apo edhe në aspektin politik, po edhe në aspektin cinik që Edi Rama ka shumë qejf ta përdorë, ka përdorur shpesh herë nëpër justifikimet e tij. Ta fillojmë te aspekti juridik. Në aspektin juridik kemi parë dosje, nga ato pasazhe që kanë dalë në media, kemi parë që akuzat janë shumë të rënda, ka prova, mesazhet deri në momentin që provohen, quhen prova, përderisa prokuroria i ka dorëzuar të thotë që ato mesazhe ekzistojnë.